Nuk mund bëhet operacion me thonjë të gjatë. Edhe për larjen e duarve janë ca rregulla. 5 minuta është protokolli. Me vetabim. Por para se të arrihet tek kjo fazë, fillimisht duhet të përgatitet salla operative, ku në të instrumentarja e ekipit hyn e para. Instrumentarja është e para që vjen në sallën e operacionit. Do me thonë e bën kontrollimin e pajisjeve teknike, që ndërhyrjet kirurgjikale pothuajse janë të pamundura pa këto pajisje teknike. Më pas e bën furnizimin e sallës me pajisjet sterile. Në fakt, për realizimin e një operacioni janë dy instrumentare me role të ndryshme. Instrumentarja qarkulluese është përgjegjëse për të gjithë punën që është jashtë pjesës sterile të sallës. Ndërka që instrumentarja, do me thonë që është e lara dit, ajo është përgjegjëse për instrumentim, do me thonë asistent të kirurgut, si dhe për ruajtjen e pjesës sterile në sallë. E kontaktin e parë me pacientin brenda në sallë e bën anesteziologu. Vendosëm vi venoze, e monitorojmë dhe fillojmë pastaj me dhënien e anestetikëve, me intubimin. Por më kaq, nuk përfundon puna atyre me të operuarin. Duhet me pri zgjimin e pacientit. Kur e vërtetojmë që pacienti mundet me dalë edhe prej dhomës së zgjimit, atëherë dërgojmë në repar. E midis këtyre kontakteve ndodh pjesa kryesore e ndërhyrjes, ajo e operimit, ku ekipi kirurgëve, si në këtë rast, përbohet nga 2 veta apo edhe më shumë, varësisht prej llojit të operacionit, dhe kjo mund të zgjas goxha gjatë. Përgjithësi në kirurgji torakale janë rastet e vështira. Domethënë operacionet din me zgjata dhe ka 6 orë.